për gjithë ata që Allah I ka sprovuar me kancer. Edhe na lutim Allahun e Madhëshëm, të gjithë ata që janë sprovuar me smundje të rënda, fatale, që thuhet kancer, qoftë tumor, qoftë ose smundje tjera, Allah I shëroft inshallah. Amin ya Rabbil. Dua me ja thonë aty me një gjë. Nuk vdes njeriu pse ka kancer. Kjo është e vërtet absolute fetare, po edhe jetës. Se prej ditës që diagnostifikohet X-i me kancer, deri ditën që vdes, shkojnë me qindra dhe mija njerëz I vdesin që s'kan kur gjë. Hiç s'kan smund. Të shëndosh si molla. Po ti jeton shumë më gjatë se ata, po flas për njerëz emocionik si ti. Qartë. Nuk vdes njeriu pse është I sëmur. Nuk vdes njeriu pse shkon në luftë. Nuk vdes njeriu pse bën aksident. Vdes njeriu sepse aq ka pas me jetu. Edhe andaj du me thonë se njerëzit që sprovohen me smundje dhe vdesin pas një smundje, mos mendo se ti jetu vdek në gjendje të keqe. Përkundrazi Allah I Madhëshëm me diturinë e tij absolute ta ka çuket sprov këto momente të vështira që për dy arsye. E para, nëse ki pas ndonjë mëkat kalumen, me u shly, me u fshi krejt. I lejohet pendimi këtij. Po sigurisht. Se dikush thot, pse as si derisa smur. të shpirtin fut pendimi domethënë është I lirë. Allahu Akbar, mesazh madhështor për të gjithë ju që jeni diagnostifikuar me kancer ose në smundje të rëndë. Vazhdoni pendimin, falni namazin, bëni dua, bëni dhikr, sepse hoxha jetën normal, hiç mos u shqetëso. Se hoxha po kjo thot, sprovë ka ardhur faktikisht që Allahu ty me të pasu, për të kaluar edhe e dyta me sabrin që kemi treguar, me të ngrit gradat. Ti fitues. Të dy rrethonat. Përkundër ai që është vdes në befasi, I shnosh si moll ku ke muhabeti, edhe vdes edhe ati nuk I jepet mundësia as me u pendu për të kalumen e tij, pa as me e tregu sabrin se është ibadet I madh për sprovën që ka ndodhur, shkon pa as pendim kalumen, as me një vepër momentale të mirë. Allahu Akbar, atë po plus ju kokshit. Ti mendon se të shku minus, realisht ti je në favor, ti je në gjendje të favorshme. Ti je më mirë se ai që shkon edhe vdes, domethënë pa prit, si e themi na. Megjithëse dy gjithë natë me prit vdekjen sepse një ditë komë na ardhi. Mesazhi juaj. Atë dësha me thonë, pra të përmenda punën e rezultateve pozitive, sepse edhe kjo është e vërtet, është tregu shumë herë, me shumë raste konkrete, është diagnostifikuar saktësisht me kancer, I është dhënë terapi, domethënë e ka zbatuar terapin, edhe mas një viti, mas 2 viti, mas 3 viti, I ka bërë analizat përsëri rregullisht, domethënë kurse I ka bërë, dhe pas disa kohe ka ardhur rezultati I fundit që ai tani më nuk ka si tumor markerat që I thënë tash. I vjen domethënë se s'ka asnjë pozitiv apo negativ. Pse? Sepse ai që ka çu smundjen është Allah. Edhe ai që e largon smundjen është Allah. Tash themi na s'ka ilaç për kancer. S'ka ilaç te na. Te unë te ti, te njerëzit, te mjekësia bashkëkohore. Ama te Allahu ka ilaç. Nuk ka smundje që s'ka ilaç. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka zbrit smundjen dhe Allahu e ka zbrit ilaçin. E din kush e din dhe se din kush e din. Domthon ka momente që dikush nuk e din, edhe ka momente që dikush e din. Edhe ka, do thot, njerëz që e din, edhe ka njerëz që s'e din. Shumë edhe sot që flasim na, për shumë smundje na, do thot, laikët e mjekësisë, e farmaceutikës, themi jo dhe s'ka ilaç për te. Mirë, po ata që bëjnë eksperimente vazhdimisht thonë jo ka ilaç. Po janë procedura që Allah s'ka dalë ilaç që mu bë konsum të përgjithshëm. Ose ka pastaj prapavija tjera që janë spekulative, gjithashtu edhe janë konspiracion, s'po du me fol për te, për arsye tjera domethënë nuk del ilaçi në shitje edhe në konsum të përgjithshëm. Andaj du me thonë, kushdo prej neve që ka ndonjë situatë pakëndshme shëndetësore, nuk duhet mu shqetësu, nuk duhet mu friksu, nuk duhet me humbë vullnetin e jetës. Përkundrazi punët më të mëdha ndoshta, edhe me rrezik më të madh, ditë mund të bëj çat gjendje. Dikush e bën për shembull nga bindja se mos kjo është fundi jam, po bëj punë, po ballafoqohem me rreziqe, pa ai ballafaqim me rrezikun të jep mundësi me bëj punë shumë të mëdha, që marrë se ke pasat guxim. Edhe andaj I themi na njerëzve, mos u shqetësoni, mos u dëshproni, mos u ligështoni, mos humni shpresë, përkundazi pështet një Allahut, bëni dua. Edhe këtë moment dësha me thonë, një ka mundësi për shkak që është vullneti I Allahut, e dyta duaja. Duaja e ndron kaderin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti mundesh me qenë I smum me kancer, I diagnostifikuar edhe është vazhdimisht
në laborator me dalë rezultatet negative, do më thonë pozitive, në këtë rast me kancer, po të bo dua aty, edhe të bo dua për ty dashamirët e tu, Allahu me të ndryshu gjendjen tënde. Edhe me të largu kancerin. Edhe kjo është gjithashtu e mundshme, se andaj te na muslimanët edhe duaja është sebeb, edhe duaja është ilaç. Për shembull tek materialistat nuk e besojnë, veç ilaçit i besojnë. Na themi muslimanët besimtarët që po ilaçi është arsye, është sebeb, mirë po edhe duaja është sebeb, edhe është ilaç. Edhe andaj na nëpërmes duas për vetë edhe për të tjerët kena mundësi me ndryshu shumë gjendjen tonë. Dhe për atë arsye themi na, mos e humni shpresën, vazhdoni me angazhime, shtetni Allahut, lutni Allahun vazhdimisht, edhe pastaj kena me jetuar çka ka caktuar Allahu për neve. Mesazhi As nuk shojmë para kohë, as nuk shojmë më vonë. lajmi për se je diagnostifikuar me kancer nuk është pikëllues sa lajmi se je ke përfunduar në xhenem. S'krahasohet bile. Se rari ishte na treguam se diagnostifikimi me kancer ose lajmi që e merr çfarë shqetësues, po me shërimin që e dham rari duhet me kon përgëzues. Ama xhenemi Allahu na rujt është lam sigurisht pikëllues. Xhenemi s'ka Sigurisht shërim. Ajo do të thonë Allahu na rujt për xhenemit, po është si ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë nxehtësia më e madhe në këtë botë është 1/70 pjesëve xhenemit. Xhenemi është marra mendes me nxehtësi. Edhe andaj kur hin njëri në xhenem Allahu na rujt, Allahu mos na bëvë gjithëve. Amin, amin, amin. As mi afru xhenemit jo momente, do thotë shkrihet krejt trupi jot bëhet faktikisht pluhej se temperatura është e jashtëzakonshme, andaj nuk krahasohet një lajm shqetësues sikurse ky që je diagnostifikuar me kancer me lajmin që kam i thonë, do thotë hini në xhenem, Allahu na rujt. Amin. Asesi.